Përshëndetje. Prej disa ditësh, zonat të tëra në fushën e Myzeqes janë nën ujë për shkak të përmbytjeve. Nga Belina në Kallëm e Petov, nga Ferrasi në Frakull dhe jo vetëm, 10 biznese dhe 100 hektar të mbjella janë dëmtuar përfundimisht. Asnjë qeveri nuk mund t'i ndaloj dot fatkeqësitë natyrore, por duke parë prurjet e lumenjve këtë herë, kjo situatë mund të ishte evituar nëse fondet për pastrim dhe thellim kanalesh, dranazhime, mirëmbajtje e të tjera nuk do të përfundonin tek batakqinjt e zakonshëm që kanë më shumë foto me eskavator se sa metra kanalesh të pastruara. Sot gjendja do të ishte krejt tjetër, po me sa duket këtë herë na shpëtoi Zoti. Kjo situatë është një kamban alarmi për ata për të cilët kambana po bie. Kjo mund të ishte kthyer në një tragjedi e shkaktuar nga grykësia juaj për të grabitur edhe qindarkën e fundit nga xhepat e fjerakëve. Ndërkohë që me demek të zgjedhurit apo të emëruarit për qoka të rilindjes vazhdojnë traditën e shëmtuar e të bërit foto pranë zonave të përmbytura, ju bëjmë dije se e vetmja gjë që mund të bëjnë tani është të kompensojnë 100% komunitetet për dëmet që u shkaktuan, me shpresën se këtë herë kafja e tyre që marrin për kështu rastesh nuk do t'ju kushtoj fjerakëve shumë. Kaq për tani. Shihemi në punë.